Dashur vëllezër dhe motra, dhe me himnin e fundit që kënduam, emri i Zotit qoftë i bekuar që tani dhe gjerë në jetët, edhe pasi u kunguam me trupin dhe me gjakun e Zotit, zemra jonë edhe mendja jonë edhe shpirti jonë ngjitet në qiell dhe lavdëron Perëndin edhe gëzohet edhe ngazëllohet për të gjitha të mirat që ai na ka dhënë. Edhe po, prandaj emri i Zotit qoftë i bekuar që tani e gjerë në jetët. Jemi mbledhur në këtë kishë të shenjtë, në këtë vend të bekuar, për të festuar ditën e shenjtorit të madh, shëruesit, dëshmorit, Anargjendit Pandelejmon. Dhe jetën e tij e dëgjuam të thënë në mënyrë kaq të bukur dhe me detaje nga profesori i nderuar i Akademisë tonë teologjike Zoti Dimitër Qosja, dhe nuk do doja të shtoja asgjë për sa i përket jetës së shenjtorit. Por apostulli i sotëm, në qoftë se e vu të re, na jep një përgjigje që ka të bëjë me pyetjen se nga morën forcë këta njerëz, të gjithë apostujt, të gjithë dëshmorët, të gjithë martirët, të gjithë mjekët, anargjendët, nga ju buroi gjithë kjo forcë që të përballeshin me atë manin e egër të paganëve, të idhujtarëve, që të bënin durim në ato tortura të mëdha, të tmerrshme, të frikshme që mendja e njeriut, kur i dëgjon sot, mendon si mund njeriu t'i bëjë njeriut këtë gjë. Ku e morën forcën edhe duruan deri në fund, edhe morën kurorën e dëshmisë, kurorën sepse ndeshjen e mirë, siç thot Apostull Pavli, e mbaruan deri në fund. Dhe këtë përgjigje na jep apostulli sot. Shën Pavli i drejtohet birit të tij Timothe, edhe i thot: biri im Timothe, forcohu në hirin që është në Zotin tonë Jesu Krisht. Dhe ato që mësove prej meje me shumë dëshmitar, mësojua edhe të tjerëve, thot, mësojua atyre që janë në gjendje t'ua mësojnë edhe të tjerëve, dhe kujdeset kështu që të ketë kisha një vazhdimësi. Por me shumë dashuri, me shumë kujdes, Shën Pavli nga burgu, nga vuajtjet e veta, i drejtohet birit të tij Timothe dhe i thot: forcohu në hirin që është në Zotin ton Jesu Krisht. Nuk e drejton tek vetja, por e drejton në hirin e Zotit. Dhe fjala forcohu duket si një shtys, por duket edhe si një urdhër. Çfarë do të thot forcohu? Do të thot që të bashkëpunosh me hirin e Perëndis, sepse hiri i Perëndis është, por në qoftë se ne nuk e marrim atë, në qoftë se nuk bashkohemi me të, nuk bashkëpunojmë me të, atëherë ai nuk do të ketë veprim mbi ne. Kështu që me këto fjalë dimshurie, me këtë shtys kaq të madhe, Shën Pavli e drejton birin e tij shpirtëror tek burimi se ku mund të marrë forcë. Kjo është detyra edhe e jona, e të gjithë klerikëve që jemi këtu, që t'i shtym njerëzit jo tek vetja jonë, jo t'i tërheqim tek vetja jonë në mënyrë që ne të bëhemi mësuesit, ne të bëhemi udhëheqësit, por detyra jonë është që t'i drejtojmë njerëzit tek Krishti. Prandaj dhe një nga ikonat më të bukura të hyjlinces është kjo që e ka dorën që drejton nga Krishti. Edhe hyjlincia drejton nga Krishti. Nuk drejton nga vetja e vetë. Nuk na thërret që të ndjekim atë, që të pasojnë atë. Dhe në qoftë se e mbani mend në dasmën e Galiles, çfarë u tha shërbëtorëve, bëni atë që u thot ai. Nuk tha shkoni dhe bëni këtë, po thot bëni ç'u thot. Pra, çdo gjë brenda kishës, të gjithë shenjtorët, të gjithë ata që kaluan, po dhe ne që jemi prezent, detyra jonë është që të çojmë njerëzit te Krishti. Dhe shqetësimi tjetër që kishte Shën Pavli, që ja thot birit të tij shpirtëror në apostullin e sotëm, është që të eci mësimi i kishës, të kaloj brez pas brezi. Ato që mësove prej meje, thot, që i dëgjove me shumë dëshmitar, që i dëgjuan dhe shumë të tjerë, që nuk kemi asgjë të fshetë, sepse ne shpallim Krishtin të kryqëzuar dhe të ngjallur, atë lajmin e madh dhe të mirë të shpëtimit, i thot, jepju edhe njerëzve të tjerë, t'ja japësh
patjetër të gjithëve, por ka dhe një kriter, më shumë tek ata që kanë aftësitë që të mund t'u japin dhe t'u mësojnë edhe të tjerëve. Pra marrim dy mesazhe sot. Mesazhin e forcës, ajo që forcoi Shën Pandelejmonin, Shën Gjergjin, Shën Dimitrin, Shën Kristinën, Shën Ekaterinën, Shën e premten që festuam dje. Hiri që është në Zotin ton Jezu Krisht. Dhe shqetësimi i mirë që duhet kemi brenda nesh, që mësimin e kishës, lajmin e mirë të mos e mbajmë vetëm për vete, por ta shpëndajmë me të gjithë njerëzit dhe në shembullin e gjithë shenjtorëve dhe në shembullin e së të rëshënjtës, t'i drejtojmë njerëzit tek Krishti. Jam shumë i gëzuar që jemi të gjithë bashkë sot këtu dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve pa përjashtim secili nga ju, veç e veç dua të falenderoj sërish për të tretën ditë radhas djem dhe vajzat e kampit të tretë që na janë bashkuar në këto ditë, kremtimesh, lutjesh, edhe festimesh le të themi, sepse çdo ditë shenjtori që kremtojmë është një fest në kishën tonë. Dua t'ju falenderoj dhe t'ju uroj që hiri që është në Zotin ton Jezu Krisht, t'ju forcoj të gjithëve ju, t'ju japi besë të fortë, t'ju japi dashuri të pastër, t'ju japi dashuri mbi të gjitha për Perëndin edhe për njëri tjetrin. Gëzuar dhe për shumë vjet, gëzuar në veçanti të gjithë ata që festojnë sot, që janë këtu apo që ndodhen larg.